Ne do të mbetemi tek njëjti argument. Me mua studio është bashkuar drejtori i përgjithshëm i MCN Endri Meksi për të folur për detajet e këtij arrestimi, dyshimet e para se ku do ndalemi, por edhe për të kuptuar në fakt pozitën edhe vetë personin e Ermal Beshiri dhe përballjen me drejtsinë. Faleminderit që këtu zoti Meksi. Ju keni patur një komunikim me gazetarin francez Antoine nga Le Journal du Dimanche. Çfarë dim për momentin kur Beqirit, i cili është i kërkuar nga drejtësia në Shqipëri, u kap duke fluturuar mbi centralin bërthamor në Francë? Cilat ishin dyshimet e para? Shiko, nuk ka asgjë të konfirmuar për momentin, sepse ngjarja ka ndodhur para pak ditësh, ditën e shtunë, dhe vetëm dje u botua në Le Journal du Dimanche në Francë. Unë bisedova sot me gazetarin që ka bërë shkrimin për të kuptuar nëse ka detaje të tjera qoftë ditën e sotme zhvillimin e temit të orëve të fundit, duke qenë që pritet një dalje e Ermal Beshirit në gjykatën franceze për të kuptuar si do vijojë. Për momentin për pjesën e gjykatës sot nuk kemi akoma informacion. Gazetari Geoffroy Antoine më cilësoi që i vetmi dyshim që ai ka konfirmuar dhe me Ministrinë e Brendshme franceze, por që mbetet i pa konfirmuar, është që nisur nga trajektoria që ka ndjekur Beqiri në trullin francez dhe nuk ka bërë një trajektorë të shkurtër, megjithëse ka qenë me një avion relativisht të vogël, pra që nuk mund parashikohet për një xhiro të gjatë. Ai është nisur nga një aeroport i vogël në veri të Parisit, ka shkuar drejt Calais, është kthyer për në zonën e Bretanjës, goxha larg nga aty, dhe është rikthyer sërish duke shkuar drejt qendrës prodhimit të energjisë nukleare Penly në Normandi. Është një stacion i veçantë nuklear, ku po hidhen dhe hapat e një modelit të fundit që quhet EPR2 në pronësitë EDF-s, që është ekuivalenti i keshit francez. Është e tëra me teknologji franceze dhe dyshimet që ka patur Ministria e Brendshme franceze ka qenë që mos kemi të bëjmë vallë me një agent rus, duke qenë që dyshojnë spionazh industrial, le të themi, në tërësi mbi këto lloj qendrash të rëndësishme teknologjike, sidomos në kohën që jetojmë. Pasi e kanë shoqëruar me avion ushtarak dhe kanë detyruar të ulet, i kanë gjetur në trup 3 gjurmues, le të themi, të tipit AirTag, të shpërndara në veshjet e tija, çka i ka krijuar dyshimin që ndoshta ai ka qenë detyruar të bëjë këtë udhtim, pra po operonte për hesab të dikujt tjetri, për llogari dikujt një treti, le të themi, dhe vetëm pasi kanë kontrolluar gjendjen e Interpol, pra kanë marrë identifikimin e Ermal Beqirit, kanë parë që ishte i kërkuar ndërkombëtarisht nga shteti shqiptar. Dhe kanë vazhduar me hapat ligjor. E kanë ndëshkuar me një gjob në çast me 7.000 euro dhe e kanë arrestuar, duke pritur, sipas gazetarit francez, ekstradimin drejt Shqipërisë. Ai quante sot gjë që do të ndodhte nisur nga praktikat Francë-Shqipëri. Por i mbetet kohës për ta parë, kështu që akoma herët për të konsideruar si fakt. Dua të kuptoj, udhëtimi në këtë lloj mënyre, në këtë trajektori që ne e kemi, ka qenë i rastësishëm i zotit Beqiri? Asnjë nuk e di për momentin. Nuk e di asnjë. Të paktën, ke mundur të mësosh zoti Meksi se çfarë ka deklaruar vetë Beqiri në momentin që është kapur? Jo. Po pajisjet e gjurmimit që ai kishte me vete, janë të detyrueshme kur bën fluturime me aeroplan të vegjël? Absolutisht jo, s'ka asnjë lidhje. Jo. Pra ende nuk është zbuluar se përse ato 3 pajisje ishin në trupin e tij. Këto janë të dhënat që kemi deri tani. Sa gjasa ka që Beqiri të merret, po themi, në përgjegjësi penale dhe për incidentin mbi të gjitha për fluturimin shumë afërt në centralin bërthamor nga drejtësia franceze? Në princip po, por nuk besoj, sepse është më e rëndësishme kërkesa ndërkombëtare që ka SPAK-u në këtë rast. Unë bisedova gjatë bisedës me gazetarin francez, ai ishte shumë interesuar për të kuptuar më shumë mbi profilin e zotit Beqiri, kishte googluar për të njohur pak më shumë e të. Dhe padyshim që është një personazh shumë interesant, kështu që nuk mendoj që interesi do të mbetet në Francë nëse nuk dalin diçka e veçantë, le të themi, mbi këtë udhtim të tij në veriun e Francës. Pra ju po thoni që prevalon më shumë kërkesa e drejtësisë shqiptare mbi atë franceze? Se prevalon sensin juridik, po mendoj që interesi është më i madh. Interesi është më i lartë, nëse nuk del diçka e veçantë në rolin e tij në këtë udhtim të habitshëm në veri të Francës, mendoj që drejtësia franceze do të kalojë në Shqipëri. Nuk ka ndonjë arsye që të gjykohet që jeta e tij të rrezikohet në Shqipëri apo Shqipëria ka keq trajtime për të burgosurit, se zakonisht janë arsyet që nuk bën ekstradimet. Mund të përfitojë Beqiri për të vonuar sa më shumë ekstradimin në Shqipëri nga një situatë e tillë? Absolutisht që po, mendoj që ta bëjë. Si mund ta shfrytëzojë juridikisht? Dita them se nuk e njoh legjislacionin juridik francez, po mendoj që ai do bëjë çdo provë të mundshme për të shmangur drejtësisë. Sa mund të zgjatë ekstradimi në terma ligjor? Asnjë ide. Nuk e dim. Nëse mund të flasim për backgroundin e Beqirit, zoti Meksi, dhe pse SPAK e kishte kaq të vështirë, po themi, arrestimin e tij më herët, se ka disa muaj që është shpallur në kërkim ndërkombëtar.
8 muaj. Diçka rreth këtij personazhi që duket sikur ka vënë në lëvizje një sistem të tërë drejtësie i cili as vetë nuk arriti dot ta arrestonte. Shiko, nuk di të them pse SPAK ka pasur të vështirë, se së pari nuk kemi asnjë lloj indicie mbi momentin në cilin ka dalë nga territori i Shqipërisë për herë të fundit Beqiri. Nuk ka gjurmë apo nuk ka të dhëna? Kemi asnjë të dhënë. Ndoshta SPAK ka informacione, ndoshta ka në mësuvejim, puna e tyre, le të themi është pjesë e sekretet hetimore dhe procedurave të tyre. Partia Demokratike, si dhe disa media e pasere kanë akuzuar SPAK-un për çfarë arsye është lejuar dalë nga territori i zotit Beqiri, në sensin që përse u prit masa e gjykatës më 16 dhjetor dhe ditët në vijim për të shpallur masën e tij me burg dhe më tutje masën e kërkimit ndërkombëtar në rrjetet e Interpolit. Gjykoj që është pjesë normale e procedurës, këto masat me arrest nuk mund të bëhen pa një vendim gjykate, që herët avon në momentin që ka vendim gjykate dhe pala njoftohet dhe themi, dhe vetëm nëse kapet me fragancë në territorin shqiptar. Pra aq shkosa nuk kemi asnjë informacion, nëse ka qenë e mundshme një arrestim në territorin shqiptar, nuk mundemi të bëjmë asnjë hipoteze. Do të ishte kot në momentin që kemi të bëjmë një dosje shumë serioze, të spekulojmë në të tilla idera kota hatët minutazhit dhe themi. Çfarë roli ka pasur ai në dosjen e Akshit? Kryesoren, pa dyshimi, po. Jo vetëm në dosjen e Akshit aktuale që është në hetim, në të tëra historitë e Akshit do thoya unë të paktën 4-5 ditëve të fundit pa dyshimi është personazhi kryesor. E kuptoj. Ka mundësi ose shanse që në momentin që ai do të ekstradohet dhe do të vijë në Shqipëri për të përgjigjur për drejtësinë shqiptare, ai të mund të bëhet pentito, po themi, që të bashkëpunojë me drejtësinë për të nxjerrë element që mund ta pasurojnë dhe ta plotësojnë dosjen e Akshit? Ligjërisht mendoj që po, në praktika ndodh as ndodh, nuk di ta them. Nuk shoh. Është në dorë të tij. Edhe në dorë prokurorëve, se nuk besoj se është diçka që ndodh automatikisht. Do parë dhe interesi i drejtësisë në këtë sens. Nuk di ta them, me aq sa e njoh dosjen, nuk shoh ndonjë interes të madh për prokurorët, për dëshmitë e zotit Beqiri, sepse materialet janë aty. Pra, le të themi nuk mungon asgjë për pjesën e personave që punojnë në Akshi dhe aty të përfshirë në aferat e institucioneve shtetërore. Nëse vallë zoti Beqiri rezulton me lidhje dhe të një bote të tretë, të nëndheshme, le të themi, pastaj mbetet për të parë rrugës. Mund të ketë lidhje të tilla? Unë gjykoj që zoti Agasi po. Zoti Beqiri, ndoshta në përmjet zotit Agasi deri diku po, por nuk kam ndonjë provë që mund ta suportoj një ide të tillë. Duke qenë protagonist në dosje kaq të rëndësishme, në tendera miliona euro, kush e mbështeste kaq shumë zotin Beqiri që kishte liri të plot, po themi, veprime për të ndryshuar tenderat, për t'ia dhënë kush mendonin ai dhe Agasi gjithashtu, apo edhe personazhe të tjerë? Ka patur një mbështetje më të madhe dhe nga kush? E ke fjalën në sensin politik? Dhe jo vetëm. Në sensin politik, kush e mbështeste Beqirin? Unë gjykoj që elementet kryesore që ai ka përdorur janë shantazhi nëpërmjet aksesit në të dhëna, shantazhi i tërë strukturave shtetërore. Kjo është e famshmja Homeland Justice që ne njohim si rrjedhje të dhënash në kanalin Telegram që prej 2022-shit. Kjo është e para. Dyta është mashtrimi dhe dezinformimi, konstant i të tërë njerëzve të përfshirë në këto marrëdhënie të tilla në administratën shtetërore, duke filluar nga zonja Karcanaj, por dhe gjithë të tjerë nuk përjashtoi askënd dhe nivele më të larta. Dhe në fund fare aksesin në një fluks paraje shumë të rëndësishme që padyshim faciliton një botë të krimit. Si e keni parë qëndrimet e Partisë Demokratike? Nëse mund të bëjmë një analizë të shkurtër, që në momentin kur çështja Akshi shpërtheu dhe fillonte çdo ditë dilte nga një detaj i ri, edhe deri më sot edhe me deklaratat që nënkryetari i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka thënë që Beqiri kishte edhe kompani ajrore në Sloveni. Garojnë me ne si media. Ky lajmi i kompanisë së tij në Sloveni nuk shoh asnjë lloj vlere. Ai ka një kompani në Shqipëri, ka 2 që përmenden në aferën e Akshit, Soft Solution dhe Horizon. Se çfarë diferencë bën një tretë Sloveni, hajde gjeje. Nuk e kuptoj dot. Të 2 janë në Shqipëri, janë të sekuestruara, por nuk dyshon asgjë për statusin e zotit Beqiri. Nuk është sekuestrimi i 2 SHPK-ve në QKB, që është thjesht një element që realizohet në sistem kompjuterik dhe nuk dyshon asgjë praktikisht përveç mesatorit, që me sa po shohim nga lajmet e ditët fundit as nuk e kanë ndaluar të marrë pjesë në procedurat të reja prokurimi. Hajde gjeje për çfarë arsye ekzistenca një kompanie në Sloveni, që u merr me aviona apo me logjistik, mund të merre me çdo lloj gjëje të mundshme, do ndikonte në mundësitë për arrestim apo jo të zotit Beqiri. Arrestimi i zotit Beqiri, vetëm dyshim që kemi prej 8 muajsh, është një pjesë e policisë është gjykuar e inkriminuar prej zotit Agasi dhe zotit Beqiri dhe ndoshta e kanë mbrojtur, por nuk kemi asnjë provë në të sens. Nuk mund të gishtin askujt. Roli i policisë në pengmarrjet e muajit gusht të vitit kaluar
për hesab të dyshes Agasi Beqiri, gjithashtu na japin një indicje në të sens, por prapë nuk ka të akuzuar akoma formalisht nga SPAK, që të themi është X polic, Y polic, dhe këta janë pjesë e këtij grupi dhe kanë lozur këtë rol. Pra që të dyshohet konkretisht që zoti Beqiri ka patur një mbrojtje, dhe kjo mbrojtje mund të ketë shërbyer dhe te kompania e tij në Sloveni. Por tek kësaj nuk ka asnjë vlerë fakti që ka një kompani në Sloveni dhe çfarë bën. Zoti Beqiri, pasojat e tija, pra jatin apo avionin, i reklamon të lirshëm në LinkedIn. Dhe Partia Demokratike nuk ka pasur kur fokus action për te një emrit vetëm që kanë qesë përmendin, sot më në fund dyshuan, ndjem masditet e sot. Pasi zoti Beqiri u kap, le themi. Dhe tani ishte pothuajse anonim. Kemi patur ato ngacmimet e zotit Saliani konstante ndaj Sali Berishës, që pse se përmendën me Beqirin. Nuk qenë në fokus. Megjithëse personazhi kryesor i një dosje voluminoze. Në këtë sens, them që Partia Demokratike bën një garë të denjë si media. Faleminderit zoti Meksi që ishit këtu. Kënaqësi. Ecim